Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. A ishte Egli pjesë e ditëlindjes së Gjestit? Zbulohet e vërteta. Gjesti ka festuar mbrëmjen e djeshme ditëlindjen e 25, i rrethuar nga shoqëria e ngushtë. Kështu të paktën latënën kuptohet përmes një postimi në Instagram, teksa ka ndarë një moment nga festa, ku shfaqet i buzëqeshur me shokët e tij të ngushtë, duke shoqëruar me mbishkrimin Fam. Ajo që ka rënë në sy ishte mungesa e partneres së tij Eglit, e cila jo vetëm, por nuk ka ndarë asnjë urim publik për ditëlindjen e tij. Kjo ka ngjallur dyshime në rrjet për marrëdhënien mes tyre, pasi që ndjekësit kanë pritur me entuziazëm të madh ditën e sotme një urim nga Egli, edhe sikur të ishte një urim i vonuar. Ndërkohë, vetë Gjesti është dukur në humor të mirë, i rrethuar nga miq të afërt, duke festuar me muzikë dhe pije, ndërsa mbetet për t'u parë në ditët në vijim nëse do të kemi një reagim nga çifti. Kujtojmë që Egli këto ditë përmes një postimi njoftoi që gjendet në Prishtinë.